Pas 2 ditëve me rreshje të dendura shiu në qarkun e Kukësit, ka nisur rreshjet e dëborës me intensitet të ulët deri mesatar, kryesisht në zonat e thella malore. Shiu i ka lënë vend të borës, e cila ka sjellë edhe rënje të ndjeshme të temperaturave. Në qytetin e Kukësit, bora nuk ka shkaktuar probleme serioze në qarkullim, ndërkohë rreshjet e borës janë mesatare në zonat e thella malore si Valbona dhe Shtaveci, ku trashësia e saj është rreth 10 cm. Subjektet kontraktore kanë vjuar punën me kapacitet maksimal për pastrimin e borës, inerteve dhe kriposjen e rrugëve nacionale. Të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme. Deri tani nuk raportohen probleme në qarkullim apo në furnizim, por drejtuesit e mjeteve këshillohen të udhtojnë me goma dimrore dhe të jenë të pajisur me zinxhir, veçanërisht në akset malore. Bashkitë me kapacitetet e tyre po punojnë për eliminimin e pasojave të shkaktuar edhe nga rreshtet e shiut në infrastrukturë. I gjithë qarku i Kukësit furnizohet me energji elektrike përveç njësive administrative Bice dhe Ujmisht në Bashkinë Kukës, ku ende vjen puna për rikthimin e energjisë, thuhet kështu në njoftimin zyrtar të Komisionit të Mbrojtjes së Civile pranë prefekturës Kukës.